ka nis muzika, sot e doj me kap, sot e doj me kap, sot e doj me kap. Pakës patëm një debat shumë të thellë për Tallavan. Ti këndon Tallavan? Jo, s'di. Jo që s'din, s'don, se Vjetmiri ka një kapacitet shumë, jo se ja bëj qefin, seriozisht, edhe kur jam... Kush e ka lekun e ham byrekun? Po mirë edhe unë këndoj këngë qytetare, po edhe unë e hap byrek. Unë shok e kam, po Tallavan se du. Mu më don Tallavan se do. Shok të kam unë, më ke bet se... Tash edhe roku Nikol ka qenë shumë dhe kanë qujtë, muzikë rebelash, repin, non stop e shohim ne, e tash varet, tash edhe këngën qytetare e të mirë, ka dikush e kënon keq, nuk mund ta qujmë mirat. Lullet në livat dhe shojnë e rëno, vaj se bukur ti mas jenë franë verëno. Kënga qytetare është një këngë e cila e ngjon klasë e lartë. Nuk mund ta kuptoja që e ngjon Tallavan aman ofofof me zinxhirin gjallë. Mund. 12 vjet kemi qenë bashkë në kor. Qytetit edhe ti duhet Tallavaxhin kallzon mohabetin. Të rikt, muzikë popullore, muzikë shqipe, në shpinë tonë nuk në gjuhë asnjëherë, as anglisht, as bosnjakisht, as turqisht, as serbisht. Më intereson, non stop këngë qytetare, në grupin Besa ka qenë kryetari i grupit Besa, dhe më në fund gjali del Tallavaxhi. A me dhe lafe palin. Jo, mare nuk kaven e do lafe. Me mërë najte, me mërë. Tu afer me e kam Shyret e Belulin. Ma heret, kur para 20 vite ndoshta, veç i kemi krej flokët. Sinqerisht, veç i kemi krej, edhe qysh jemi konë që ashtu kemi dalë me kënu. Qysh je konë, Hajtë ditë shtash të ditë sotit e. Atë kafe së ndel me pjashtu, se le me dalë para ekranin. Me shpirt e zemër kur së ndalë.